Tregohet për një motër besimtare nga Saudia Arabike, thot më fejoi dhe më martoi babai im me një person të devotshëm dhe me një person të shkolluar, i cili ishte në punë, punonte në institucionet e Arabisë Saudite. Thot kisha një jetë tepër të lumtur dhe Allahu xhaleshanuhu na gëzoi me një vajzë. Vajza tepër ishte lidhet për babën e saj. Dhe çdo ditë kur dilte, babai i premtonte diçka. Një ditë prej ditëve, babai i premtoi vajzës së vet një kukull. Edhe ajo ditë ishte ditë fatale për familjen tonë. Thot burri im bëri një aksident. Edhe 95% thoshin doktorët që mendja e tij është e vdekur. Tim thot e dërguan në spital. E brenga ime ishte madhe se çfarë do të bëj. A burri im është invalid. Por brenga ime më e madhe ishte dhe pikëllimi im ishte tepër edhe më i madh, nga se kur i shifsha babën dhe nanën e burrit tim duke qaj me dënesme të madhe, kjo më brengoste edhe shumë më tepër. E thot groja tregon, çdo ditë e pritshim që të përmirësohet gjendja e burrit tim. Çdo ditë ishim me shpresë në Zotin xhaleshanuhu, por në këtë situatë burri im nuk qëndroi një vit, por as 2 vite. 15 vite të tëra i bëri në gjendje kome. Dhe pas 4 viteve thot më propozuan mua që të largohem prej kësaj familje. Pra të martohem me burr tjetër. U thash asnjëherë. Përderisa burri im është mbi dhe, unë nuk martohem dhe nuk e lan këtë burr. Thot historia është e tepër e gjatë, thot kur i bani 15 vjet burri im në gjendje kome, vajzën e kishte edukuar, për dhe unë mundova të edukoj vajzën time. Vajzja ishte hafize e Kuranit, e kishte mësuar të gjithë Kuranin përmendsh. Dhe një ditë mu ofrua duke më thënë, nanë e dashur, a më lejon sonte të qëndroj në spital, që ti lexoj babait tim Kuran, e ti bëj rukje me fjalët e Allahu xhaleshanuhu. Mendova pak dhe thash spitalet e Saudisë Arabike janë të gjitha të rregulluara mirë. Edhe ka vend për një antar i familjes që të gjendet afër burrit tim. E lejova vajzën time, e tregon Kenan, thot vajza ime e kishte lexuar Suretul Bekare. Suretul Bekare ka 58 faqe të nderuar vëllezër. Dhe mbasi që e ka lexuar Suretul Bekare, ja ka lexuar babait të saj dhe kishte rënë në sejdë. Ndër duat që i kishte bërë, i kishte thënë, o Zoti im, ashtu siç ja ktheve nënës së Musait djalin e vet, pra Musain alayhis salam, ashtu siç e ktheve Yunusin alayhis salam nga barku i nënës, ma kthe përsëri babain tim në jetë. Thot dëgjova 2-3 herë një zën, më erdhi i habitur, por ai zën ishte zëni i babës tim. Dhe ju ofrova babait tim dhe më tha kush je ti? Prej gjendje kome, duke u stabilizuar gjendje e babait tim. I thash unë jam vajza ite që ditën e fundit më premtove kukullën dhe nuk më solli. Thot u përqafuam tepër edhe babai im erdhi në shtëpi dhe vazhduam jetën ashtu të lumtur sikur kishim qenë përpara. Ajo farë është interesant në thot kjo grua, thot burri im tregon se atë ditë përderisa kam bërë incident sudar, thot nuk e di a kam marrë para benzin, nuk më kujtohet, apo i kam falë 2 rekate namaz të namazit të duhas. Ky rast të nderuar besimtar, nga se koha nuk na premton shumë. Ky rast më tregon mua dhe ti se asgjë për Allahun xhaleshanuhu nuk është e rëndë. Por është shumë e rëndësishme që ne gjatë kohëve të rëndësishme, sikur që është iftari,
Ti drejtohemi Zotit Xhaleshanuhu me sinqeritetin më të madh, nga se për Allahun Xhaleshanuhu nuk është asgjë rënd, për Zotin Xhaleshanuhu mjafton të thosë bëhu dhe ajo të bëhet. Prandaj ky rast edhe një herë na tregon të nderuar besimtar që çdo njëri prej nesh që ka brenga, probleme, halle, le të drejtohet Allahu Xhaleshanuhu duke i ngritur dorët ka qielli e le të jetë i sigurt se premtimet e Allahu Xhaleshanuhu bëhen realitet.